kemi thënë tash sa ditë javë, lëvizjave vendosje nuk e ka shumicën parlamentare, edhe kjo është arsyeja edhe bllokadës që ka ndodhur deri sot. Sidoqoftë, ne shpresojmë që kjo blokadë mos vazhdoj, sepse e vërteta është që propozimi për kryetarin e kuvendit i takon grupit parlamentar me numrin më të madh deputetëve, por kjo nuk është obligative për deputetët që ta votojnë këtë që ata e propozojnë. As të kaluarën s'ka ndodhur ashtu, as do të ndodhë as tash. Andaj, unë besoj që ata do të mendojnë, do të provojnë që të kenë ndoshta një kandidat tjetër apo kandidate tjetër që mund të ketë një mbështetje më të madhe. I takon lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, sekretari i saj, që ta bëjë shumicën parlamentare, sepse edhe në 8 legislaturat e kaluara asnjëherë nuk është gjetur kryetari i kuvendit dikush që se ka pas shumicën parlamentare. Andaj një gjë e tillë s'mundet me ndodh as tani. Nëse s'ka pyetje, unë ju falenderoj dhe besoj që do të shihemi pas nesër.